Përshëndetje dhe mirë se erdhë të gjithë ju të shënjës së gaforës apo të shënjave të ujit që sot ju kisha premtuar të ju lexoj. Dhe si e para po fillojmë me gaforën. Celtic Cross është një hapje e zgjeruar e leximeve dhe secila letër ka kohën e vet. Si për shembull, numër 1 është prezent, sot, aktuale. Pastaj është problemi, pastaj është e kaluara, pastaj është e afërt, e kështu me radhë, por që do ju tregoj me secilën letër që të marrë në dorë. Të dashur gafor, po fillojmë me aktualen apo prezent koha juaj. Në fakt ju shikoj që jeni në një fazë ku po mësoni të mbështeteni më shumë tek vetja juaj. Të besoni ndoshta më shumë në veten e juaj. Kjo letër flet për vetvlerësim, pavarësi dhe përpjekje për të ndërtuar sigurinë tënde materiale dhe emocionale. Ke arritur shumë më tepër se sa ndoshta e një vetës të dashur gafor, por ende ke një ndjesi boshllëku që s'mund dot, që s'po e mbush dot, me asgjë tjetër përveç paqes së brendshme. Mesazhi i kësaj letre të dashur gafor thot: ti nuk ke më nevojë për miratimin e askujt. Ti je dëshmia e gjallë, ta themi, e përpjekjeve të tua. Ku është problemi sipas letrave për gaforën të dashur? Sfida jote është drejtimi. E ndjen që diçka është duke ndryshuar. Por se di ku po të qon, apo çfarë është duke ndodhur me qartësi. Po planifikon, po pret, po shikon, ta them ashtu, horizontin, por nuk ke bër apo nuk po bën asnjë hap konkret. Ka një ndjenjë pritje që po zgjatet dhe kjo është mos veprimi i juaj. Këshilla e të dashur gafor për këtë letër është të mos e humbësh momentin. Ndryshimi që je duke kërkuar nuk vjen nga jashtë, por nga guximi për ta nisur vet, apo për të marrë iniciativën vet. Letra numër 3 flet për të kaluarën. E kaluara ende të ndjek në çfarë do lloj mënyre që është, por kokën e keni pas edhe pse po ecni para. Mund të jetë një marrëdhënie, një kujtim apo një periudhë ku ke ndier dashuri të pastër. Kjo letër flet për nostalgji, për kthim pas, por edhe për shërim nga ajo që ishte, nga ajo që keni përjetuar. Çfarë të thot e kaluar, të them, apo çfarë mësimi do t'ju jap? E kaluar ishte e bukur, thot, por nuk është më vendi yt i tanishëm. Tani ke nevojë të kujtosh veten, jo dikë tjetër apo diçka tjetër. Letra numër 4 është e ardhmja e afërt. Në të ardhmen tënde të afër komunikimi do të jetë çelësi. Një person me energji të qetë, të pjekur, ose ti vetë në këtë rol, mund të jesh të dashur gafor, do të ndihmoj të shprehesh qartë dhe të marrësh drejtim të ri. Do thotë, duke mos ditur njëherë, ajo sfidë do filloj sikur të hapet dhe të kesh të qartë apo të jesh më e sigurt nga në hapat që do i vësh. Mesazhi i kësaj letre thotë: fjala jote ka peshë. Përdore për të ndërtuar, jo për të mbrojtur. Kjo është koha për të folur me qartësi dhe për të vënë kufi. Do thotë, për të qenë vërtet të sinqert me veten dhe me të gjithë, të jeni më të hapur. Kjo i bie e pesta, i bie kompromiset, të them ashtu. Në vetdije po përpiqesh të jesh e fortë, udhëheqëse, në kontroll. Ti e di çfarë do, por ndoshta je lodhur apo e ke lodhur veten duke qenë mbështetje për të tjerët apo duke qenë për kauza të gabuara. Këshilla e kësaj letrës
thot lidhu sërish me pasionin, me veten tënde. Ndonjëherë të jesh e fortë nuk do të thotë të kontrollosh gjithçka, por të dish çfarë ja vlen të mbash dhe çfarë të lësh. Do thotë të mos bësh më kompromis me gjëra që vërtet nuk të shërbejnë ty, të dashur grafor, por të koncentrohesh apo të fokusohesh vetëm tek vetja jote, të paktën për këtë periudhë. Në invidia jote është absolutisht të dashur, është intuita. Në thelsi ndjen shumë më tepër se që tregon. Prandaj të thash këtu, të jeni të qiltër, të flisni me zë, të bëjni një apo t'i jepni jetë zërit juaj, të bëni një zë në kapitull. Ke intuit të fuqishme nga forë, ëndra ndjesi që shpesh dalin të vërteta. Por ndonjëherë dhe ai shgabimi, ndonjëherë nuk i beson plotësisht vetes. Mesazhi i kësaj letre është: instikti yt është busulla jote. Mos e dysho më. Kur zemra flet qartë, të dashur, s'ke nevojë për prova logjike. Atë e ndjejmë. Dhe numri 7 është nga çfarë influenconi, nga çfarë ndikoheni. Ankthi me ngarkesa mendore po ndikojnë tek energjia jote të dashur gafor. Ka shqetësime që nuk i ndan, net pa gjumë ose mendime që të shoqërojnë kudo. Ti po lufton për qetësi në një periudhë kogja të turbullt, nga që akoma sikur s'ke zgjedhur drejtimin. Këshilla: mos i ushqe mendime që të marrin energji të dashur gafor. Ndonjëherë qetësia fillon kur pushon së analizuar gjithçka. Ndikimet nga jashtë: rreth teje ka mjergull, iluzione dhe njerëz që nuk tregojnë plotësisht realitetin. Ndoshta pak ashtu sniki, që themi ne, pak dinak, jo shumë të sinqert. Mund të ndihesh e hutuar ose e zhgënjur nga disa situata ku pritjet skandal, ashtu siç keni dëshiruar, apo pritjet s'janë përmbushur. Mesazhi i letrës së dashur gafor është: mos i shiko fjalët, por veprimet. Dhe ndikimet nga rrethi, ta them, të mundoheni që mos të ndikojnë në kuptimin asaj që veprat, jo çfarë ju flasin. Qartësia vjen vetëm kur ndalon së besuari ëndrat që të tjerët shetisin në to. Do thot, të ndikohesh nga jashtë duke mos lejuar veten të bëni atë çfarë ndjeni. Të ndikoheni nga brenda duke patur frikë çfarë do të thuhet nga jashtë. Apo në këtë kuptim të dashur, dhe po ngujoheni dhe po arrini në këto ta them net pa gjumë, duke menduar, duke i partur gjërat ta them me vete kudo, dhe ditën dhe natën. Shpresat dhe frikrat. Shpresa jote është të arrish stabilitetin, është një stabilitet pas një kohe që nuk ke qartësi, diçka nuk ka shkuar siç keni dashur, por frika jote është se të mos e mbash, se nuk do ja dalësh dot. Ke marrë shumë përgjegjësi emocionale, financiare apo familjare. Ky letër thot është koha të lëshohesh, të lirohesh pak. Mësimin nga ky letër mund të marrim duke të thënë: mos harro, nuk ke pse mban të gjithë peshën në kurriz. Je vetëm një njeri, jo sistem mbajtës. Do thot të marrim ato çfarë mund të bëjmë, jo vetëm për të nga ndikimet e jashtme apo edhe të mbrëmshme nga vetë ju, të marrim më tepër se që mundim të zgjidhim apo të gjindemi për të tjerë, ta them ashtu. Dhe rezultati të dashur është 6 të gurit. Përfundimi është balanca, drejtësi dhe shpërblim të dashur. Energjia që ke dhën
është duke të kthyer me një farë mënyrë. Marrëdhëniet do stabilizohen, financat do përmirësohen apo çfarë do që të jetë dhe jeta jote do hyjë në një fazë më të drejtë. Mesazhi i kësaj letre të dashur, çdo gjë që ke dhënë me zemër, po të kthehet. Dhe absolutisht mos dyshoni kurrë asnjëherë, ato çfarë japim, ato do marrim. Si keq, si mirë. Pra, dhe këtë herë do të marrësh në mënyrë të ndershme dhe të qëndrueshme. Duke filluar, pra, mos ke frikë, gjithë leximi jot thot këtë. Të çlirohesh nga e shkuara. Ti s'je më dhe nuk duhesh të jesh ajo që ishe. Nga që shikoj që ke qenë e pavendosur, duke dhënë gjithkohës, duke investuar në të tjerët, duke u ndikuar nga të tjerët, duke mos i dhënë vetes zë në kapitullin apo në jetën tënde. Ti je ajo që ke ndërtuar me apo ai, ti je që ke ndërtuar me durim, me plagë, me lot e me forcë. Dhe tani universi po të kthen drejtësinë që e meriton. Ky dru është druri i jetës. Dhe ato çfarë ke dhënë në të njëjtën mënyrë po të kthehen të dashur nga forë.